Njeriut, lëkura e njeriut është sigur sfëngjiri i enëve. E ke parasysh këtë që lojmë enë? Këtë që lojnë një grotë enë, faksush pra gabim, falje. Ky sfëngjiri i enëve. Siguria hedh ujin sipër edhe fillon e thith. Ujë. Kështu është edhe lëkura e njeriut. Do me thanë, çdo lloj seni që e vet në lëkurë, ndosh jetë parfum, ndosh jetë krem, ndosh jetë diçka. Çdo lloj kremi që jetë në lëkurë, kjo shkon direkt edhe në gjak. Ju femna që keni problem kryesor, që është kanceri i gjirit, që është një problem kryesor. Tashi ekziston kjo antidirsa që ju përdorni gjithmonë kjo antidirsa. Kjo antidirsa duhet me qenë kryesisht, duhet me qenë bio edhe aluminum free. Zot në pas no aluminum. Aluminum është që shkakton kancerin e gjirit, shkakton shumë sene. Tashi ju femna që përdorni krem mas kremit. Ja kam thënë në një video përpara, tash nëse doni me përdor krem për fytyrën që t'jeni të hidratuar, shkoni te kasapi, merrni vjam, viçit, thuj magrine, ju të bëje kështu hak flash, mish grim, fut në zine, merrni vjamin, bën si sapun, fut lënë në banjë me të nxjerrë vogël kremin, edhe e merr vjamin edhe e bën fytyrës pak viçit, edhe ta mon fytyrën të hidratuar. Edhe ta mon gjithçka të hidratuar, domethënë fytyrën edhe trupin gjithçka. Ose merrni coconut oil bio. Mos futni çdo lloj kreme, çdo lloj ignorancës ju del përpara edhe e përdorni. Edhe e përdorni e futni në trup. Fokusoni te zonat bio, zonat natyrore. Si janë t'ju smu edhe po del jo kancer gjiri, jo kancer të mitrës, jo kancer anene, kësaj dhe se dini se çka ka të ndodh me ju. Edhe hiqni pijet energjike, që këtu më Zvicër për herë parë, këtu më Zvicër ka po në familje, ku më ftojnë familjet, këtu e kam po në Zvicër. Të shqiptarë të ku më ftojnë familjet, familjarë, edhe shkon Coca-Colën për para, Fantën për para, Ice-Tean për para, ta mushën ati, ato me të respektu e bajnë. Kur flasun, nuk du mi bezdis, se këtu ka një problem, se këtu njerëzit e tuj nuk gjojnë, njerëzit familjarë tuj nuk gjojnë, po gjojnë të hujtë. Ja, ju do më vlerësoni më tej pallavë që ju tham. Unë jam mërzit me njerëzve mirë që më rrethojnë ju thanë se sa. Domethënë, edhe s'du mi bezdis. Po ja tham juve, që nga ju të kuptojnë edhe këto të mitë që më rrethojnë me ta. Përdorni gjëra bio. Nëse doni me pi lang, merrni lang portokallit, merrni makineritë dikun, edhe futni portokall e futni mullë e pine. Se s'do kisha sugjeruar as këta, po kjo është më mirë se ajo. Domethënë, pine është ma mirë këtë gjënë me shiqerë që janë bombet kryume nga njeriu, mos i përdorni. Mos i përdorni, janë të usmu njerëzit që është një vojzë atje, një vojzë konkretisht edhe mëzërit, është që po lëftën mjetën e vetë. Ju e njifti shumicë, po s'pja për me nemën, nuk e di ajo është mirë mja për me nemën edhe është kesh, këta nuk e di. Kërës që kini kujdes, fokusojnë të gjona bio, janë pak të shtrejta, po s'ka problem, se funi brapa për vetën tuaj të blerë, për kajnë të blerë. S'ka problem. Fokusoni ushqime bio, gjona bio sa më tepër.